Ramazani nuk është vetëm një kohë e udhëtimeve shpirtërore për adhurime, por është një kohë për reflektim pozitiv, për ta mbushur shtëpinë me dashuri, butësi dhe fjalë të ëmbla. Në çdo fjalë të mirë që e thua, në çdo fjalë të ëmbël, në çdo përkujdesje që te tregon, ka shpërblim të madh prej Zotit. Për secilën fjalë të ëmbël që i thua bashkëshortit ose bashkëshortës, veçmas në momentet kur ai kthehet nga puna, mos harro se ke shpërblim ose sadaka. Në kohën e iftarit, shërbeni njëri tjetrin me dashuri dhe butësi, sepse kështu shtëpia juaj do të mbushet me bekime edhe do të ketë mirësi në vazhdimsi. Lutja për njëri tjetrin në këto ditë të shenjta të Ramazanit është gjëja më e bukur që mund ta bëni, sepse në këto lutje keni bekime që të dy, edhe bashkëshorti edhe bashkëshortja. Lutu për burrin tënd ose për gruan tënde, për shëndetin e tij, për suksesin e tij, për arritjet e tij, për bereqetin e tij, edhe për gjithë shka që ka rreth tij, sepse kështu të gjitha ato lutje do të reflektojnë mbi ty edhe mbi jetën tënde. Në këtë Ramazan, bëje shtëpinë tënde vend ku shumëfishohen gjëra të mira, ku shumëfishohet dashuria. Njëjtë sikurse shumëfishohet shpërblimi për veprat e mira në këtë muaj të shenjtë Ramazanit.